Jemi me trajnerin Adis Beqiragishin. Coach, very interesting game. You were ahead. You had your rhythm in the first half, especially in the second quarter. But then, at the end of the second quarter and the beginning of the third quarter, Bashkimi came close. What you did at that moment, and what was the factor of your win tonight? At first, this is the playoff game. Every game is very important in the way that win is important, So we are very happy that we won and we are 1-0. We want to use, because we work all season very hard to have this home court advantage. So I hope that we will protect our home court advantage. This is the most important thing. In the beginning, they had very, I believe, easy shots that we gave them. So we changed defense, mix their mind, keep the difference between 18 and 9 all the time. We control the game, but we cannot play all the time this way, so we have to play much better one-on-one defense. Thank you very much. See you on Wednesday. Inshallah. Thank you very much. Dhurës të basketbollit, ajo që e tha trajneri Adis Beqiragishi, me rëndësi është që të fitohet ndeshja dhe të startohet me fitore, natyrisht se ka gjërat të cilat duhet të përmirësohen, po e përmbledh atë që e tha. Nuk kemi lumtur, nuk kemi kënaqur me disa gjërat të cilat po ndodhin, megjithatë kemi arritur që ta kontrollojmë ndeshjen mes 18 pikëve dhe 9 pikëve, duhet të jemi shumë të fokusuar. Ishim fjalët e trajnerit Adis Beqiragishit, pra Trepsha e fillon serin finale me e përsipër 1-0 dhe ndeshja e radhës, sikur se e dini, do të zhvillohet të mërkurën brëma, po ashtu këtu në palestër Minatori me fillim gara 19:30. Ju adhurues të basketbollit, tashmë sigurisht se do të kaloni në El Clasico në Barcelona, Real Madridi, në kanalin dhe platformën numër 1 të sportit në Shqiptari, Art Motion. Qëndroni me ne edhe më tutje. Nga Una Gonfemio, ekipi realizuesi Effect Media për Art Motion, kaq për sonte nga Minatori.